Vazhdoj me lajm të tjera nga kultura piktoria nga Kosova. Luljeta Rama Muçaj vizitoi Vatrën. Në New York, në datën 21 tetor, piktoria nga Prishtina, Luljeta Rama Muçaj vizitoi Federatën Panshqiptare të Amerikës Vatra, shoqëruar nga bashorti arkitekti Fetim Muçaj. Artistja nga Kosova u prit në Vatrë nga këshilltari për art dhe kulturë Nazim Saliu, antar i kryesisë Paulin Mërnaqa, Ilir Cupi dhe editori i Diellit. Në fjalën e misardhjes, këshilltari për art dhe kulturë, zoti Saliu shpjegoi historinë dhe kontributin historik të Vatrës në dobit komunitetit shqiptar në Amerikë. Artistja nga Prishtina, ambasadore e artistëve të rinj të Kosovës, shprehu vlerësimin për atë që Vatra bën për artistët e në veçanti për çështjen e Kosovës në histori. Piktoria nga Prishtina, Luljeta Rama Muçaj, ka hapur ekspozitë në galerinë MC në New York, galeri që mbështet artistë një Fota ekspozita e bies artistit të shquar Kadrush Rama do të qëndrojë hapur për 10 ditë për të gjithë artashtit shqiptar të huaj në Amerikë. Ajo është përqendruar si bashkëpunëtore e kësaj galerie dhe është përzgjedhur për të organizuar ekspozitat e artistëve shqiptar, qoftë në fushën e artit pamor, dramës, filmit e muzikës. Artistja Rama i quajti Vatrën shtëpia e bardhë e shqiptarëve të Amerikës me kontribute historike për kombë. Dhe atë, në fjalën e tij, editori i Diellit garantoi artisten se kaseta Diellit do shërbesë zyrtare promovimit të artistëve shqiptar.